$39 milion është dëmi financiar që kompania Armo i ka shkaktuar shoqërisë shtetërore të nxjerrjes dhe prodhimit të naftës Alpetrol, vetëm për 9 muajt e fundit të vitit 2010. Sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, kompania Armo i detyrohet shoqërisë Alpetrol pagesa të palikuiduara për periudhën mars-dhjetor, kohë në të cilën rafineria Armo është furnizuar me naftë bruto dhe gaz natyror nga Alpetrol. Përveç kësaj, Armo ka thelluar borxhin si pasojë e mosshlyerjes në kohë të detyrimeve. KLSH-ja në raportin më të fundit vëren se vetëm nga vonesat e pagesave që Armo i detyrohet Alpetrolit, është shkaktuar një dëm shtesë prej $3.5 milion. Armo është e vetmja rafineri në Shqipëri që zotëron të drejtat e përpunimit të naftës bruto dhe tregtimit të nënprodukteve të saj. Rafineria e naftës në Ballsh u privatizua në vitin 2008 nga shoqëria Amra Oil. Ajo furnizohet nga shoqëria Alpetrol, e cila zotërohet në 100% të aksioneve nga qeveria shqiptare. Kjo e fundit parashikon që brenda 2013-s të realizojë me sukses privatizimin e kompanisë Alpetrol, asetet financiare të së cilës llogariten në mbi $400 milion. Në inventarin e saj, Alpetrol ka gjithsej 4.000 puse, nga të cilat vetëm 1.260 janë në shfrytëzim, 1.500 i përkasin fondit të ndaluar dhe pjesa e mbetur mbahet në nënvëzhgim.